Unë thosha vetet, yes, unë ja dalë që fillova këto trajnime. Unë jam i fuqishëm, unë jam i pamposhur, zëri më thoshte, ti tha mutin. Gjithë çështja është të mposhtësh atë zërin që të flet, atë zërin e poshtër që të flet, atë zërin e vogël. E të kuptosh që brenda teje ka dy zëra. Është your higher self, your lower self. Është ai i fuqishmi, që është shpirti jot, është edhe ai i vogli që është mendja jote. Shpirti dhe mendja zakonisht janë të kundërt. Mendja do të ketë siguri, shpirti do të ketë atë siguri, do të ketë aksion, do të ketë aventurën, do të jetë i lirë. Edhe mendja do të jemi mirë, kemi këtë që kemi, marrë këtu, si dihet. Është ai zëri i vogël që ti duhet ta mundësh. Është ai zëri i vogël që ti duhet ta mposhtësh. Zëri që ta mbyll jetën tënde, ta bën jetën më të vogël, që të flet gjithkohës, thotë mos. Unë e dëgjoj kaq fort këtë zërin tim të vogël, këtë zërin e poshtër, e dëgjoj aq fort. Se që